Organizatat që monitoruan zgjedhjet e 11 majit organizuan një tryezë diskutime me pjesëmarrjen e institucioneve dhe partive politike. Në këtë aktivitet foli edhe kreu i SPAK Altin Dumani, i cili prezantoi shifrat e procedimeve penale nga SPAK për krimet zgjedhore. Ajo shpreh se kallëzimet e partive politike kanë qenë shpesh të paplota dhe jo të sakta. Dumani njoftoi se janë administruar gjithsej 192 materiale që lidhen me dyshime për krime zgjedhore. Nga këto, 43 janë regjistruar si procedime penale dhe kanë kaluar në fazën e hetimit, ndërsa për 40 materiale është vendosur mosfillimi i hetimit për mungesë të elementit penal. Janë administruar gjithsej 192 materiale që lidhen me dyshime për krime zgjedhore. Nga këto, 43 materiale kallëzuese janë regjistruar si procedime penale. Pra e kanë kaluar në fazën e hetimit. Për 43 është vendosur mosfillimi i hetimit për mungesë të elementeve të veprës penale. 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave gjyqësore apo drejtorive vendore të policisë. 22 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë për informacion shtesë dhe 17 materiale janë bashkuar me materiale të tjera ekzistuese, si dhe një pjesë është në proces verifikimi. Nga 43 procedime penale të regjistruara për krime zgjedhore, 22 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. Një procedim është referuar nga Shkërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. 9 procedime, siç e thash pak më parë, janë regjistruar kryesisht me iniciativë të prokurorisë së posaçme. 3 procedime kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 3 janë referuar nga prokuroritë e rrethave gjyqësore. 4 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike dhe 1 është ndarë nga një procedim tjetër penal i regjistruar më parë për një vepër penale tjetër. Gjatë aktivitetit përtej monitorimit, drejt një reforme zgjedhore gjithëpërfshirëse për integritetin e zgjedhjeve në Shqipëri, kreu i KQZ-s, Ilirian Celibashi, apeloi për një reformë të thellë dhe gjithëpërfshirëse zgjedhore. Mëtej Celibashi ka bërë thirrje kuvendit të ri që puna për ndryshimet ligjore dhe institucionale të nisë menjëherë pas konstituimit në muajin shtator.